Përshëndetje të gjithëve, erdha me kënaqësi sot këtu sepse realisht është fjala për një transformim rrënjësor i cili ka nevojë të vihet në pa dhe të komunikohet sa më shumë dhe sa më mirë në një mjedis shumë të helmuar nga politika, nga gjysmë të vërtetat që janë edhe gënjeshtat më të mëdha, si edhe nga epizode të caktuara, të cilat tregojnë vullnetin e plot të shtetit shqiptar për të luftuar në të gjitha frontet me problemin e madh dhe të trashëguar të korrupsionit dhe nuk tregojnë kurrësi që në luftën kundër korrupsionit progresi është i diskutueshëm. Sepse në fakt progresi ynë në luftën kundër korrupsionit është i padiskutueshëm. Dhe këtë e tregon shumë qartë dhe fakti se pasqyrat e të dhënave të gjithë procedurave të reja të viteve të fundit kanë një dallim shumë të dukshëm me ato të deri disa viteve më parë. Dhe ky dallim i dukshëm nuk është një rastësi, po është një rezultat i një pune të jashtëzakonshme, ku Agjencia e Prokurimit Publik dhe dua ta them këtë me një nënvizim të fortë, leadershipit të drejtores së agjencisë, Rejdës, dhe natyrisht fal edhe skuadrës së saj, ka udhëhequr një proces në të cilin edhe Komisioni i Prokurimit Publik në vitet e fundit është bashkuar duke faktikisht e bërë Shqipërinë të jetë një vend në këtë rajon ku, siç e dëgjuam edhe nga fjala e parafolësit, që këtu përfaqëson një partner të rëndësishëm në këtë proces siç është Banka Botërore, të jetë një vend lider. Një vend lider për integritetin dhe për efikasitetin e procesit të prokurimit publike. Ky fakt i nënvizuar qartësisht edhe në raportin e monitorimit të Sigmës, i cili renditi Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor dhe me diferencë nga të tjerët për performancën e sistemit prokurimit publik, do të ishte i pamendueshëm deri jo shumë vite më parë, dhe ndërkohë është rezultat i pikërisht gjithë sa thash më lart. Nga ana tjetër, dua ta theksoj që monitorimet e bëra nga institucionet e specializuara që veprojnë për llogari të Bashkimit Evropian nuk janë raporte të natyrës të shumicës raporteve me të cilat ne ndeshemi gjatë çdo viti, që bazohen në perceptime publike, bazohen në anketime shumë të diskutueshme për nga standardet dhe bazohen faktikisht në një nivel të dhënas shkencore të pamjaftueshme. Raportet e institucioneve që punojnë për llogari të Bashkimit Evropian janë raporte të bazuar në një ekspertizë me një integritet shumë të lartë dhe të bëra nga profesionistë të cilët kanë një nivel të
vëzhgimit dhe të ambicjes për të nxjerrë në pa çdo tmet që është pa diskutim shumë sfidus. Kështu që vlerësimi i bërë edhe nga Sigma është një vlerësim jo thjesht teknik, siç shpeshherë përpiqet ta minimizojë përmbajtjen e këtyre vlerësimeve cilido që do të provojë të kundërtën, por është vlerësim i rezultatit një reforme të vazhdueshme modernizuese të të gjithë sistemit prokurimeve. Dhe fakti që Bashkimi Evropian në çeljen e negociatave për grup kapitullin e themeloreve, ku përfshihet dhe kapitulli i prokurimit publik, pati një qëndrim qartësisht pozitiv në raport me këtë kapitull, flet më shumë se sa çdo koment tjetër. E dim shumë mirë se vlerësimet e Komisionit Evropian nuk janë vlerësime njerëzish që shquhen për ndonjë bujari apo për ndonjë ndjenjë solidariteti të veçantë. Janë vlerësime njerëzish që kur ulen në tryezë zemrën e kanë lënë në shtëpi. Dhe matja e integritetit të procedurave dhe njëkohësisht e integritetit të njerëzve që janë pas këtyre procedurave është pikërisht puna e tyre. Çka për ne përbën një sfidë të vazhdueshme, por edhe një arsye për të ndjerë të inkurajuar, sepse ne mund t'ja dalim aty ku duke e pamundur faktikisht. Tek pikërisht krijimi një sistemi imun, jo vetëm thjesht në kuptimin e përgjithshëm ndaj korrupsionit, por ndaj numrit të jashtëzakonshëm për metër katror të kushërinjve, të komshinjve,